por që mua personalisht më pëlqen. Mbase mund t'jetë pak boring, po nuk kemi çfarë t'i bëjmë, kjo është jeta. Jam shumë e lumtur me rezultatin. Hello, mirë se erdhët në një video tjetër në kanalin tim. Sot është e shtunë edhe do ju marr me vete në një fundjavë time këtu në Würzburg. Unë sapo jam zgjuar edhe nuk është se kam bërë ndonjë plan për këtë fundjavë, me thënë të drejtën. Mbase mund t'jetë pak boring, po nuk kemi çfarë t'i bëjmë, kjo është jeta. Thjesht fundjavën që vjen, të premten domethënë që vjen, ne kemi ditëlindjen e kompanisë ku unë punoj, edhe për këtë më duhet të gjej një outfit formal. Edhe kam qenë dietë një dyqan, kam parë diçka, një kostum me pantallona edhe bust, edhe dua të shkoj ta marr tani dhe ta çoj te rroba shqepsja. Shpresoj të gjej një rroba shqepse tamam këtu në Würzburg, sepse s'kam shkuar ndonjëherë tek rroba shqepse në Gjermani overall, deri më këtu. Dhe ky është plani për paraditën, pastaj thjesht dua t'ulem dhe të kem disa orë produktive në laptop. Jam duke punuar me website-in që ju kam treguar te videoja tjetër, edhe duhet që to get things moving praktikisht. Por si fillim të vendosim kremin e diellit, sepse është 34 gradë. Unë në fakt të vendos çdo ditë, edhe në dimër edhe në ver, po sidomos çdo ditë duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm sa it's crazy out there. Domethënë nuk e di, dje ka qenë një vape të mërshme. Dhe dua të vendos edhe pak fare make-up, se unë që jam mësuar nuk para dal pa make-up, vetëm kur jam duke bërë një grocery në një gjë, po më duket sikur e lë vetëm pas dore, po të mos lyhem, nuk e di, e kam kështu gjë time domethënë edhe ndonjëherë më duket sikur ja kam kriju vetes si insecurity, nuk e di. Paktën në punë për shembull nuk shkoj kurrë pa lyer, as në shkollë nuk kam shkuar kurrë, domethënë universitet e kështu. Edhe siç thash, ndonjëherë më duket sikur ja kam krijuar vetes si insecurity, po nuk kam çfarë t'i bëj. Nuk e di domethënë sa e qartë jam, thjesht ndihem më mirë kur kam make-up, ndihem më konfidente. Edhe më duket sikur jam më put together, sikur jam munduar vërtet për veten, nuk e kam lënë veten pas dora. Nuk e di, i mendoj këto gjëra, e di mund t'jenë shello, po i mendoj. Dhe siç po ju thoya, kemi eventin e kompanisë këtë të premte. Kompania që unë punoj ka 101 vite në treg, edhe është goxha kur e mendon. Dhe duke qenë se unë jam në departamentin e marketingut aty, merrem më së shumti me pjesën e social medias dhe design materials they need. Kësa radhe më është dashur shumë të merrem me organizimin e çdo gjëje që na është dashur, si për shembull dizainimi i menuve, dizainimi i disa posterave që na duheshin, dizainimi i disa shezllonave që do kemi aty, duke qenë se do jetë zonë hapur edhe do jetë pak edhe formal, po edhe më vonë si after party do jetë çik më casual. Më është dashur të bëj një prezantim të kompanisë edhe një libër me gjithë historikun e kompanisë praktikisht. Gjithë muajin jam marrë vetëm me planifikimin, dizajnimin, duke marrë me kompaninë e printimit, se si do dalin. E dje që isha në zyrë, po merreshim se erdhën të gjitha porosit që kishin porositur, gjitha gjërat e printuara, edhe unë personalisht jam shumë e lumtur me rezultatin, ashtu ishte edhe skuadra me cilën unë punoj, edhe tani mezi po presim të shoh feedbackun e njerëzve te festa edhe si do dalë gjithë gjëja. Dhe tani që mendoj mund edhe t'ju marr me vete, mbase nuk do ndihem aq awkward të filmoj, nuk e di. Do shikoj, se unë jam e vetëmja aty që e kap telefonin, bëj video, bëj gjëra, domethënë, okay, e kam dhe pak nga puna, se jam goca që merr me social media, po sa do, nuk e di, a do kem turbo apo jo. Më duket se abuzova pak me konturin, po s'ka gjë se ikën gjatë ditës. Edhe blush, se ndryshe nuk ka jetë fytyra, realisht domethënë. Okej, kjo është zakonisht baza që unë bëj, shumë simple. Mundohem që t'jap edhe pak definim syve me ndonjë ngjyrë pak më terrët, edhe këtë do bëjmë edhe sot, thjesht për shef, se ju thash nuk është se kam plane, po lyhem thjesht për shef. Tani sa për flokët, nuk është se më pëlqejnë, po nuk do ju vendos nxehtësi tani se nuk dua të plas vape pa dalë akoma, kështu që do vesh një palë pantallona and I'm out. Apo janë shumë skandal flokët, nuk kam çfarë t'ju bëj. Dhe jemi gati për të dalë, mos u gënjeni nga barku i shesh, sepse thjesht nuk kam ngrënë bukë akoma. Por, me që po shohëm, duhet pas 3 pasqyrat, shumë rëndë gjëndja. Tani, ky është kostumi që unë kisha parë, mos ja vi njërë pantallonave, sepse do i rregulloj. Por që mua personalisht më pëlqen.
dyqanin ju tregova sepse realisht mendoj që ja vlen si dyqan, nëse jeni këtu në Würzburg, gocat specifikisht, kishte gjëra shumë bukura, edhe dje kam zbuluar shumë rastisht. Tani misioni i radhës është të gjejmë ku ndodhet rroba qepësia, sepse gratë që shisin aty më kanë sugjeruar dikë, edhe shpresoj ta gjej dhe shpresoj të ma bëj deri të premten. Nuk e di, unë personalisht jam shumë fan se këtyre dyqaneve gjermane që gjen nëpër rrugë, se realisht gjen gjëra shumë të veçanta. Domethënë unë shkova te Zara, te H&M-ja, pas edhe online, për shembull mangon që nuk e kam këtu në Würzburg. Edhe është i njëjti fustan satene, çdo kund, thjesht me ngjyra të ndryshme dhe mund të ndryshojnë në një detaj shumë i vogël. Ndërkohë që ky kostumi i përshtatet më shumë vibe-it tim. Ky është sugjerimi im të kontrolloni edhe këto dyqanet jo kaq të njohura, le të themi. Problemet e gocave të shkurtra. Edhe ky muhabet u zgjidh, i vendosa t'i shkurtoj dhe ti ngushtoj, dhe e gjitha kjo kushtoi 35 euro, por më bëri një ulje të vogël, 30 euro. Kur e mendon me 30 euro marrim një palë pantallona, por të reja, por ishte për t'u bërë se kostumi më pëlqen edhe më mirë t'i bëj sakta. Okej, tani jemi në shtëpi, është ora 11:20 edhe tani praktikisht do filloj dita ime, se këto ishin thjesht punë që duhet i kisha qafe. Bëra disa blerje të Rossmann, një shampo, një sapun, gjëra të tilla, edhe kam marrë një briosh me çokoladë, edhe do shqetësohem thjesht pak fare dhe do nis nga puna. Kam thënë 10 herë edhe në një fjali, po nejsa. E vetmja gjë që kam problem me këtë dhomën, që s'm pëlqen te pjesa e ndriçimit, se nuk më bie shumë dritë natyrale, edhe më shumë më bie nga ana tjetër e shtëpisë, po it is what it is. Duhet të mësojmë me këtë gjë, guys, nuk kemi çfarë të bëjmë. Tani unë sa që do shqetësohesha, po nuk e di, më duket se më lodhi vapa ose ku di unë, dhe kam fjetur 2 orë shumë dreke, që të them drejtën më shijoj, se ditë e shtuna e në pushim jam, kështu që dua që kjo fundjava të jetë shumë chill, edhe thjesht të shqetësohem nga gjithë lodhja e javës. Hello again, është ora 11 e natës edhe mbasditja ka qenë relativisht produktive. Mund të shpa kohë të mbushja mundja vetes që të hapja laptopin edhe to get working, por we did it edhe tani do merrem sërish, po merrem me krijimin e një website për një brand me bikini, do ju shënoj edhe këtu që ta shikoni. Edhe aktualisht jemi në fazën e coming soon, është bërë photoshooti, fotot pas kanë dalë shumë të bukura, edhe tani thjesht më duhet to sort them out, të shikoj që kush ja vlen për tu vendosur realisht në web, edhe të shikojmë se si do dalë, si do duket, dhe praktikisht. Unë jam personi që jam ndonjëherë më shumë me motivuar që të punoj gjatë natës, edhe kam më mirë që të punoj deri nga ora 2-3 dhe thjesht të fle vonë, sesa të punoj gjatë paradites. That's not me, atë që e bëj thjesht kur jam në zyrë dhe jam e detyruar ta bëj praktikisht. Por që kështu, shihemi nesër. Mirëmëngjes, është ditë e hënë, unë jam bërë gati, tani për pak të dalë të nisem për punë, edhe mbase po t'ishim në të njëjtin time zone, për momentin do ju thoja kalofshi dhe ju një ditë bukur, por që ju do e shihni më vonë këtë video, kështu që ja. Nuk e përmendëm fare në dje, por unë erësova flokët. Jam shumë e lumtur me rezultatin. Jo, realisht më pëlqen shumë vetja me flokë më të errta, nuk e di, ajo kafja ime natyrale sikur s'po më ngjit më. Gjithsesi jam në pushimin e drekës, edhe pak mbaroj.
Dhe ja ku jemi mish, ja dolëm edhe sot në punë, nuk ishte ndonjë ditë e lotshme, me thënë drejtën, thjesht po bëjmë organizimet e fundit për atë eventin që u tregova. Dhe tani rregullova pak fare make-upin, flokët i larë siç i kisha qenë në mëngjes, se realisht është shumë nxehtë, nuk e di, të mendosh që kjo vape do zjasë dhe një javë të tërë, edhe të shtunën ose të premten do shkoj deri në 37 gradë. Crazy, nuk e di domethënë. Edhe kështu si ju duken flokët e mia të errta, nuk janë komplet zeza, janë kështu si dark brown, kafe shumë e errët, po nuk e di, mua më pëlqejnë, më duket sikur më errësojnë një çik. Ose sikur më bëjnë çik më të madhe se që jam në mosh, por I don't care, I like it, edhe fundja 1-2 muaj zjasin maksimalja, pastaj zbehet boja dhe del një kafe që mua personalisht për momentin nuk po më pëlqen fare, se rënja del më errët, pastaj kjo pjesa këtu është si kafe e hapur, I don't like it. Ja ku jemi shumë ditë më pas, tani po vërrej që te ky vlogu kam qenë gjithmonë me të njëjtën bluzë, e para nuk kam vetëm këtë, kam edhe të tjera, dhe e dyta është gjë më e rehatshme edhe më e freskët në këto ditë vere, nuk e di. Këto nuk janë ditë vere, këto janë ditë nxehtësie të tmerrshme. Dhe për më tepër unë po i përjetoj shumë, sepse ju thash që sot është e premte dhe kemi eventin e punës. Eventi do bëhet jashtë, edhe pavarësisht se ne kemi marrë me qira një tent shumë të madhe, se do jenë diku te 200-300 persona të ftuar. Dhe unë kam qenë pjesë e skuadrës që ka ndihmuar dhe me rregullimin e gjërave. Praktikisht kam kuptuar që po punove në marketing, do marrësh pjesë te çdo hapi punës. Dhe kjo gjëja ka çuar që unë të punoj të mërkurën tenten edhe sot në 35 gradë jashtë. Dhe tani jam duke buzëqeshur, po thjesht të mërkurën punova nga ora 1 deri në orën 3 aty dhe ishte tmerr, sepse në orën 1 bëhet tamam 35-36 gradë. Dje isha në ora 8 deri në orën 4, diçka e tillë. Edhe kemi punuar të gjithë, nuk është se vuajta vetëm unë, gjë që e bënte pak më të pranueshme, pak më të tolerueshme, domethënë kur shef që nuk je vetëm ti. Kemi punuar të gjithë kolegët edhe ka qenë tmerr. Okej, kalua mirë kështu me njëri tjetër, më shumë duke u tallë me situatën, por që ndërsa sot jemi aty 8:12 edhe pastaj do vim në shtëpi, do bëhemi gati edhe mbasdite jemi te festa, kështu që besoj që do ju marr me vete. E kam shumë me stres pjesën e make-upit edhe të veshjes, shiqyr që kam off the shoulder atë outfitin edhe e di do me thënë që do jem pak më rehat, po prap flokët do i kem të lëshuara edhe do lyem, se këto 2 ditë nuk jam lyer fare, thjesht kam ka flokët bisht, do e bëj dhe tani. Edhe është pak me menaxhueshme, po me make-up dhe 36 gradë. So kurz eine Übergabe. Dann würde ich sagen, Das ist einfach voll hübsch. wo ist nicht grün? Hier. Hello people, unë po bëhem gati për punë, është e hënë, ndjes për zërin, po është ora 6:53 dhe po bëhem gati për punë. Edhe dje, që ka qenë diel, kam ndenjur vetëm në shtëpi ditën, dhe vapa ka qenë e tmerrshme, edhe sot është pak ngrohtë në dhomë, po thjesht po pretendoj që do jetë pak më mirë kur të dal jashtë, sepse thuhet që nuk do jetë aq
aq vap më. Supozohet të jetë 22 gradë tani. Tek eventi kaluam shumë mirë, të them drejtën, nuk so të them. Për mua është gjithmonë ndjesi e mirë në momentin që unë dizenjoj diçka, sidomos kur printohet, edhe njerëzit e shohin edhe të komplimentojnë për punën, nuk ka ndjesi më të bukur, e adhuroj domethënë profesionin tim për këtë arsye. Pastaj sa i përket eventit, morëm komplimenta për organizimin, njerëzve u pëlqeu, kishte goxha të ftuar, diku te 200 e ca. Më qelloi që të flisja me kolegë nga departamentet e tjera, me klientë të kompanisë që kishin ardhur, edhe mendoj që ishte një mundësi shumë e mirë edhe për të bërë network, edhe për të kënaqur. Jam munduar të socializohem sa më shumë. Gjithsesi, mua më pëlqeu mënyra se si festonin gjermanët. Mendoj që çdo kompani duhet ta bëjë një festë të tillë një herë në vit. Është shumë e domosdoshme, edhe njerëzit të mblidhen me njëri tjetrin, po edhe të ndryshoj pak vibe-i, domethënë nuk është gjithmonë ai vibe i zyrës. Siç thash, për pak të dalë për punë, edhe gjithashtu sot do bëhemi gati sepse nesër kemi një event, po ai eventi është te zyrat, edhe është pak më i vogël, shumë herë më i vogël në fakt në përmasa. Gjithsesi, jam excited për javën e re, thjesht dua që t'i ky moti i nxehtë. Kështu, videon po e mbyll me kaq. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe shihemi në videon e radhës.